Në ceremoninë për 81 vjetorin e Sali Berishës, demokratët nuk lanë pa vendosur trëndafila bluz, simboli i përkatësisë dhe respektit për kryetarin e tyre. I surprizuar nga kujdesi i strukturave të partisë, Berisha ndau dhe sekretin e tij për këtë sezon të vjeshtës. Cili është sekreti? Sepse unë sot shkruaj ta vjesht, por unë shkruaj edhe pranver aty. Po e lash për modesti ta quaj vjesht. Ta quaj vjeshtën time. Nuk kam sekret. Është një dhe vetëm një, puna dhe vetëm puna. Edhe 1 milion. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar, Berisha akuzoi kreun e SPAK-ut, Altin Dumanin, një ditë pas raportimit të tij në kuvent. Duke komentuar qëndrimin e kreut të SPAK-ut, Berisha e konsideroi si një aranit qel që vepron në urdhrat e Edi Ramës. Edhe kam sekustruar 60 milion. Qa ke sekustruar Timur? Po 60 milion i ka vetëm familja Xhafa, që si ke prek 100 darkë. Berisha dënoi heshtjen e Tiranës zyrtare pas marrëveshjes së paqes të arritur nga presidenti amerikan Donald Trump, që i dha fund luftës mes Izraelit dhe Hamazit. I pavarur kë, ti je një armik i egër i pluralizmit politik në Shqipëri. Je një bastard, një aranit qel në llojin tënd apo jo. Pavarësisht se Albin Kurti ndan ideologji të ndryshme, kryeministrit Kosovës i njohu meritën për zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Këta heshtin në një akt jashtëzakonisht domethënës dhe absurd. Flet për një qëndrim të qartë, identik me të Teheranit dhe të Koreas Veriut. Mesazhi i Kosovës është i kushtrim për ne, është i kushtrim. Qeverisja e Kosovë dilte 3 herë më afër qeverisjes demokratike europiane se sa Shqipëria. 3 herë më afër. Qeverisja e një vendi që ka 7-18 vite pavarësi, krahasuar me një vend ka 100 sa vite pavarësi. Demokratët kërkuan më herët shkarkimin e presidentit, shkeljet e të cilët i dënoi nga mbledhja e grupit të vet edhe Sali Berisha. Ne kërkojmë që ai Rusmajli ti nuk mund të jetë në kas, nuk mund të paguhet në kas, sepse nuk e lejon ligji. Po urdhoni.